sa kushton një jetë në Shqipëri, ose më saktë, sepse kjo është një pyetje sa kushton një jetë në Shqipëri, është një pyetje që ndoshta nuk do të ketë kurrë një përgjigje definitive, por një përkufizim tjetër duhet të ishte, ose në këtë rast është edhe korrupsioni vret. Korrupsioni vret një lloj siç vret aksidenti rrugor, një lloj siç vret vrasja e tjera. Dhe për këtë unë nuk jam marrë shpesh me çështjet e shëndetësisë, sepse nuk e kam qujtë se është një temë shumë e ndjeshme dhe do të jesh shumë i kujdesshëm kur diskuton këtë dhe merresh me hallet e njerëzve që e kanë një këmbë këtu, një këmbë në botën tjetër. Ndoshta mund të bësh mirë, po mund të bësh edhe keq. Megjithatë, më ngacmoi një raport i dhomës amerikane të tregtisë, e cila ka pagu një grup ekspertësh dhe ka arrit në një konkluzion që korrupsioni shkakton vdekje vret në Shqipëri. Edhe sa i kushton Shqipërisë nën financimi, pra se qeveria, ky pushtet që kemi ne, sektorët më pak të financuar ose të nën financuar janë sektorët më jetik të një kombi. Është shëndetësia, sektori më pak i financuar, është arsimi, është bujqësia, është edhe ushtria, po themi për çështjet e sigurisë vendit. Raportet tilla nuk i bëjnë Eduard Zaloshjat me shok, nuk i bëjnë Euronews-at me shok, por i bën dhoma amerikane e tregtisë. Me sa duket, ata jo vetëm na japin hua $300 milion, po edhe na duan në kuptimin e parë të fjalës, sepse bëjnë hulumtime të cilat nuk i bën kurkush Shqipëri, sepse është i lidhur me interesat e pushtetit. Unë e printova këtë e mora, sepse më ka bërë shumë përshtypje, por edhe për njerëzit që më dëgjojnë, njerëzit ata që janë besnik dhe ata që vinë për herë të parë, ne duhet të kuptojmë që vrasjet nuk janë vetëm vrasje të drejtë për drejta me armë apo me aksidente rrugore e fatkeqësi tjera. Vrasje shteti vret edhe kur është i korruptuar. Dhe rasti se si vret shteti kur është i korruptuar janë dy kryesorët për mua, janë aksidentet rrugore dhe janë për shkak të rrugëve, sinjalistikës e tjerë, dhe tek shëndetësia, nën financimi i shëndetësisë. Du të ndalem këtu të bëj një parantezë, se një nga arsyet që nuk jam marrë me këtë punë është sepse kam pas përvojat shumëta nëpër spitale dhe mjekët tonë janë shumë të mirë, janë heroj, dhe mu ka duk sikur po u zhbëj punën atyre ose po i bin qafë punës tyre, prandaj nuk jam marrë shumëtën e rasteve, por kjo ka të bëjnë me politikën, nuk ka faj mjeku në këtë rast. Privati, ashtu siç kam thënë për Sparkun, që është një organizatë kriminale partnere me pushtetin, edhe privatët që merren me shëndetësi në Shqipëri janë organizata kriminale partnere me qeverinë, sepse këta korruptojnë ministrin, korruptojnë drejtorin e spitalit, korruptojnë mjekun, që ti marrë smurët, i thotë nuk bëhet ky shërbim këtu, nuk bëhet aty, shko bëje te privati, korruptojnë kryeministrin e vendit, pra bëhet një lloj simbioze organizatash kriminale, dhe fakti që shteti jon nuk ofron shërbime jetike të detyrueshme për qytetarët, për njerëzit e smur, tregon se nuk e le privati ose se kanë ortakëri me privatin, pra janë të dyja të kthyer në një organizatë kriminale. Nuk ndodh kjo në asnjë vend të botës. Ka edhe në vende tjera të botës spitale private, po ka edhe spitale publike dhe shteti merret me spitalet publike, nuk merret me spitalet private, nuk punon për llogari të spitaleve private. Sa kushton një jetë njerëzore, thotë, po themi, arsyeja e raportit që ka bërë dhoma amerikane e tregtisë, ata e shohin edhe përveç se në aspektin human të humbjes jetëve të njerëzve, pra thonë është rrit, pra gjitha statistikat thonë që është rrit numri të smurëve dhe është rrit numri i vdekjeve për shkak të mungesës ilaçeve, për shkak të kurimit e tjerë. Sipas tij, mijëra shqiptar mund të humbasin jetën
para kohës si pasojë e barrës së sëmundjeve dhe investimeve të pamjaftueshme në shëndetësi. Nuk ka rezonancë, nuk ka skaner, nuk bëhet kjo operimi këtu, nuk bëhet kjo analiza këtu, nuk e kemi këtë ilaç këtu, i ka privati këto, i ka privati ato, iki jashtë shtetit, shkon në Turqi, shkon në Itali. Kjo është një nga format e mungesës së nënfinancimit dhe të një korrupsioni që vret njerëz. Jo të gjithë njerëzit kanë mundësi të shkojnë në spitale private, që do paguash natën sikur po rrin hotel me 5 yje, apo edhe më tepër të shkojnë jashtë shtetit. Më pak njerëz të shëndetshëm do të thotë se kjo është aspekti ekonomik. Më pak njerëz të shëndetshëm do të thotë më pak produktivitet, më shumë smundje, do të thotë më shumë raste njerëzish që nuk janë të aftë për punë, pra kalojnë në gjendje vegetative. Më pak parandalim smundjesh do të thotë më shumë raste që zbulohen vonë. Unë e kam diskutuar para ca kohësh me doktor Erjan Dashon këtë, që tha mjekësia parandaluese në Shqipëri nuk funksionon më, dhe më pak financim për trajtimet moderne do të thotë më shumë qytetarë përballen me një sistem ku shpesh duhet paguajnë vetë për atë që nuk mbulohet nga shteti. Pothuajse gjithçka nuk mbulohet. Sipas raportit Dhomës Amerikane të tregtisë, Shqipëria shpenzon rreth 330 euro për frymë në vit për shëndetësinë publike. Një shifër që sipas autorëve të raportit është rreth 5 herë më e ulët se vendet e krahasueshme të rajonit dhe 10 herë më e ulët se mesatarja e Bashkimit Evropian. 10 herë më e ulët do të thotë 3.300 euro. Gjysma është me Maqedoninë, me Kosovën edhe me Serbinë. Pra, pyetja nuk është më vetëm pse shëndetësia shqiptare ka probleme. Pyetja është çfarë po ndodh me një vend që shpenzon kaq pak për shëndetin e qytetarëve të tij, dhe mbi gjitha a është pasoja e korrupsionit dhe mos investimit në shëndetësi, a është realisht kursim, pra shteti nuk ka dhe nuk jep, apo është një faturë që shqiptarët e paguajnë më vonë me jetë, me sëmundje dhe me para. Pra nuk është se s'ka para, sepse po të mos kishte para, nuk harxoheshin 500 milion euro koncesione në shëndetësi për Vilma Nushin, Kloda Dhajbeun, Rrapaj që janë të tjerë që kanë marrë koncesione në shëndetësi. Pra 500 milion euro i kanë marrë 3-4 veta me Vilma Nushin krye, Klodja Dhajbeun në Spitalit Amerikan, edhe disa persona tjerë, dhe sot këto koncesione ja kanë ngarku si barë shtetit. Pra 500 milion euro të kanë ikë, edhe Ilir Beqja ka shku në shtëpi. 330 euro pra thash shpenzon për shqiptarë. Le ta nisim nga shifra, se këtu desha ta kap, që ndoshta tregon më qartë problemin. Shifrat e tregojnë problemin në fakt. 330 euro për frymë. Me shku me bëj pal analiza në spital, gjak komplet, në i ferritinë, në i kujtun, analiza të përgjithshme, të shkon gati 150-200 lekë. Në privat, po them. Pra mendojeni se sa shpenzohet në shtet, pra që nuk i ke këto, nuk i bën shtet, shkon i bën privat. Shteti t'jep, me këto që thot shteti, rrezik vetëm gjak komplet edhe urinë bën analizën në shtet. Në pamje të parë, ndoshta ky duket kështu, 330 euro për frymë duket i numër kështu, hajde, mirë, 300 euro. Po kur e vendos përballë vendeve të tjera, tabloja bëhet edhe më e qartë. I ka majt shnim Kastil sepse më ka bërë përshtypje shumë, sidomos edhe që e ka bërë një dhomë tregtie e huaj, jo shqiptare. Sipas raportit, Shqipëria shpenzon rreth 5 herë më pak se vendet ngjashme të rajonit, pra Kosova, Maqedonia, Malizi, Serbia, dhe rreth 10 herë më pak se mesatarja e Bashkimit Evropian. Edi Rama thot do shkojmë në Bashkimin Evropian. Nëse Malizi po futet në Europë, i bie që ka 5 diferencën me Bashkimin Evropian, dhe për këto vite që i kanë ngel do detyrohet ta rikuperojnë dhe të shkojnë shumë më afër, të shkojnë ndoshta 7 ose 8 diferenca me Bashkimin Evropian. Ne kemi 10 me mesatarën e BE-s. Mendojeni tani 2027-2028 thotë ky do ju fus në Europë.
Hendeku nuk është i vogël, nuk bëhet fjalë për disa miliona euro më shumë apo më pak, bëhet fjalë për diferencë të madhe në mënyrën se si shteti trajton shëndetësinë si prioritet publik. Shëndetësia falas e mbani mend. Dhe kjo diferencë reflektohet drejt për drejt tek qytetari. Nuk është vetëm një mjek, nuk është vetëm një urgjencë, shëndetësia fillon shumë më herët, fillon me kontrollet, me analizat, me diagnostikimin, me ilaçet, ajo që thash unë, me trajtim, parandalim, mjeku familjes, me kujtun ai që kanë hyrë këto teknologjit, me pajisjet, ajo që thash pak më herët, mjekësia parandaluese. Ne kemi zero mjekësinë parandaluese, nuk funksionon. Me kushtet e punës mjekëve dhe infermierëve që janë në gjendje mizerabël. Mizerabël, këto më kanë thënë mjek, ju ngarkojnë punë shumë më shumë se sa është kapaciteti atyre, duke qenë se mjekët kanë ikë jashtë shtetit, ja kanë rrit numrin e banorëve dhe qendrave që duhet kontrollojnë një mjek, pra duke ja shtu punën i ul cilësinë s'ka qa bë dhe mjeku pastaj. Dhe kur këto hallka nuk financohet sa duhet, problemi nuk shfaqet gjithmonë me një herë. Shpesh e shfaqet më vonë. Një sëmundje që mund të ishte zbuluar më herë, zbulohet më vonë, siç na ndodh neve shqiptarëve zakonisht. Një pacient që mund të ishte trajtuar me terapi moderne përballet me kufizime sepse nuk i ka këto. Te spitali amerikan, te spitali privat kushton sa qimet e kokës dhe vdes njeriu. E thon thjesht fare vdes. Një familje që mund të kishte marrë ndihmë nga sistemi publik, detyrohet paguaj nga xhepi, pra shkon te privati. Dhe në fund ajo që duket si kursim buxhet ose që duket si investim duke ja dhënë privati, duke ja dhënë Vilmës edhe Klodit, shndrohet në një faturë shumë më të madhe për qytetarin. Fatura kuptohet është jeta. Shëndetësia është kthy në barr për familjet shqiptare. Kush është familje madhe, kush ka prindër shtëpi, kush ka fëmijë që kanë probleme, ose kush është vetë të moshave të ndryshme që kanë probleme me shëndetësinë, është një problem i familjeve shqiptare. Problemi i financimit ulët nuk matet vetëm me numrin e eurove që futen në buxhet, matet me atë sa para duhet nxjerr familja nga xhepi. Sepse kur shteti nuk financon mjaftueshëm, një pjesë e barrës kalon tek qytetari. Dhe kjo është veçanërisht problematike për familjet me të ardhurat të ulta, me rroga mesatare, me një rrogë në shtëpi, gjitha këto familje e vujnë pjesën më të madhe, që janë edhe shumica e familjeve në Shqipëri. Një familje mund të përballojë një analizë, mund të përballojë një vizitë, por çfarë ndodh? Ajo që thash më sipër, pra me aq lek mund të përballojë një konsult, edhe një analizë thjesht gjaku, po kur ke sëmundje kronike ç'a ndodh? Ç'a ndodh kur ke nevojë për trajtim të specializuar? Duhet ikësh jashtë shtetit ose duhet shkosh ke spitali amerikan. Çfarë ndodh kur ilaçi që i duhet pacientit nuk është i rimbursuar, se nuk t'i fusin ilaçet në rimbursim? Ato që kanë futur në rimbursim janë ilaçe të skaduara, apo kur pacienti ka nevojë për një terapi moderne që sistemi publik nuk e mbulon plotësisht. Në këto raste shëndetësia nuk është më thjesht një çështje sociale, kthehet në një çështje ekonomike dhe familjare. Pra ka thash atë që thash në fillim të bisedës, nuk është vetëm çështje korrupsioni, nuk është vetëm problem ekonomik, por shkakton edhe dëme humane më gjërë. Shkakton vrasje të popullsisë, vrasje në masë, pavarësisht ato që vdiq nga kjo sëmundje, vdiq nga ajo sëmundje, por shumica e sëmundjeve mund të kurohen, mund të parandalohen. Këtu tek ne nuk ndodh, sepse ne jemi në një sistem hajdutësh, plaçkitësish. Mund të bëj një person të shtesë pasuri, po kemi raste plot, shesin shtëpi për t'u kuruar. Sa mezi e bëjnë shtëpi, edhe ata që e kanë trashëgu sa me derte me gjitha, shkojnë shesin shtëpinë për t'u kuruar. Mund të bëj që familja të shtyj investime të tjera, nuk bën dot investime të reja, nuk blen dot një shtëpi tjetër, nuk shkon dot me pushime, nuk bën shumë gjëra një familje për të kursyer lek për shëndetësi. Dhe në rastet më të rënda mund të çojë edhe në barfëri për shkak të këtyre lloj shpenzimi. Prandaj raporti nuk e sheh rritjen e financimit në shëndetësi thjesht si shpenzim. Ekspertët argumentojnë se ajo duhet parë si një investim. Pra, nëse investohet, do kesh një shoqëri
më të shëndetshme, kjo do të përkthehet në prodhim më shumë, sepse janë në gjendje pune gjithë e tjerë. Dhe pikërisht këtu qëndron nga një nga pikat më të rëndësishme të raportit. 560 milionë euro që mund të mos ekzistojnë. Imagjinoni që investimi në shëndetësi të mos ishte vetëm një kosto për buxhetin. Imagjinoni që paratë e shpenzuara për shëndetësinë të sillnin më shumë para në ekonomi. Sipas raportit, pikërisht kjo mund të ndodhë. Nëse Shqipëria do të rriste financimin publik për impulsimin e ilaçeve, terapitë inovative, programet dhe ekzaminimet dhe zbulimin në kohë të sëmundjeve kryesore në nivele të krahasueshme me vendet e rajonit, ekonomia shqiptare do të mund të gjeneronte mbi 560 milionë euro prodhim shtesë në vit. Pra, në rast se shëndetësia do financohej në mënyrë, janë ekspertë ekonomie, këta janë ndërkombëtar, janë amerikanë, se miqë i kanë qef shqiptarët Amerika, janë amerikanë. Nëse do investohej në shëndetësi, fitimi në rang të gjerë të shoqërisë, buxhetit shtetit e prodhimit vendit, do ishte 560 milion euro shtesë në vit. Ndërkohë, 500 milion euro Edi Rama ja ka dhënë me firmën e Ilir Beqajt, Vilma Nushit, Kloda Llojbeut edhe atyre ilirëve që janë ata për çfarë ishin ato sterilizimet e se më mirë fiks atë. Kjo është një shifër që duhet ndaluar dhe analizuar, sepse logjika, ky 560 milion euro që është përfitimi nëse do investohej më shumë në shëndetësi. Një person i shëndetshëm punon. Një person që trajtohet në kohë pak më të gjatë se të largohet për një trajtohet në kohë ka më pak gjas, pra nëse trajtohesh kohë ka më pak gjas të largohet për një kohë të gjatë nga tregu i punës. Pra nëse kurohesh shpejt e kap sëmundjen herët. Kurohesh herët nuk shkëputesh nga tregu i punës, pra nuk shkëputesh nga prodhimi. Një person që zbulon herët një sëmundje ka mundësi më të mëdha për të vazhduar jetën dhe aktivitetin ekonomik, nuk vdes. Dhe një ekonomi me njerëz të shëndetshëm është një ekonomi më produktive. Kështu shëndetësia nuk është një sektor që thjesht konsumon para, siç e flasin këta se e thonë ndonjëherë në media. Nëse një qytetar humbet shëndetin, ekonomia humbet edhe një pjesë të potencialit të tij. Nëse 1000 qytetar humbin produktivitetin, humbja shumë fishohet normalisht. Dhe nëse kjo ndodh në shkallë kombëtare, kemi një kosto që nuk duket në tabelën e buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë, por ekziston. Duhen më shumë para për shëndetësi. Ekspertët që kanë hartuar raportin, ekspertët e dhomës amerikane, propozojnë ndryshim. Ata thonë që sipas tyre financimi publik i shëndetësisë duhet arrijë 4% prodhimit brendshëm bruto. Aktualisht sipas raportit niveli është rreth shkon ndonjëherë deri në 2.9%, pra 2 fishe më pak. Në dukje diferenca mund duket vetëm si 1%, pra sa të thotë, por me terma financiare ajo është shumë e madhe. Sipas llogaritjeve të raportit, për të arritur këtë objektiv do të duheshin rreth 457 milion euro financime publike shtesë për shëndetësinë. 457 milion euro. Ajo që thash, po të mos kishte dhënë koncesionin e check-upit, Vilma Nushit, po të mos kishte dhënë hemodializën e sterilizimin që ai ka dhënë Klodit, po të mos i kishte dhënë këtyre tjerëve rrepajve që qenë këta, 500 milion euro do ishin investuar në spitalet e shtetit, edhe sot do kishim shëndetësi shumë më të mirë se sa financosh pastaj duke rrit buxhetin, financon diagnostikimin e hershëm, financon ilaçet më cilësore, ilaçet e rimbursueshme, mjekët me paga më të mira, pajisjet, modernizimin, i fut gjitha. Pra me një financim më të mirë të shëndetësisë ka përfitime shteti, po kur shtetin e drejtojnë njerëz të përgjegjshëm, njerëz të ndershëm dhe jo hajdut, plaçkitës që vetë shkojnë kurohen nëpër spitalet më të shtrenjta të botës, familjarët e tyre i kurojnë nëpër spitalet më të shtrenjta të botës dhe masa e gjerë e popullsisë që edhe u ka shplat trurin e na fute neve tani nëpër këto rrjetet sociale, nëpër YouTube, Facebook, shajnë, pshtyjnë si ordinera, si fliqësira, ju vjedhin edhe ju vrasin.
duke ju vjedh, ju vrasin. Edhe kjo nuk ka të bëjnë fare me mu personale, nuk ka të bëjnë me njerëz të ngjashëm si unë që e ngrejnë këtë problem për çështje personale, ka të bëjnë për gjithë shoqërinë. Ai që vret të vjedh, ai që vjedh të ka vra. Pra kjo është një raport në të dyja anët ka të njëjtën gjë. Dëmi është, në fund fare është kolosal, se humbin jetë njeriu, humbin qindra mijëra jetë njerëzish, sepse nuk kanë mundësi të kurohen. Parandalimi, thash edhe një herë, kam diskutuar me një mjek shumë të mirë, atë Erion Dashon, dhe ai kishte pas punu me këtë mjekësi parandaluese, ka qenë deri dikur në Shqipëri, e kanë shkatruar fare, dhe sot prej fshatrave të thella, në vend që të shkonin të kuroheshin për shembull në qytete, po them ku duan, po marr këto që po këto bashki që po shkrihen Divjak, Prenjës, Poleçan, Patos, ato nuk kanë spitale më, nuk kanë me Malijaj, nuk kanë mjete parandaluese dhe kuruese të smundjeve për të mos agravuar smundjet edhe për të mos ardhur gjithë tek Nën Tereza. Dhe e fundit, për ta konkluduar se ky është qëllimi i videos, pra që korrupsioni të vret. Këta po na vrasin duke na vjedh. Po na vjedhin për të na vrarë. Bëjeni si doni. Kjo është pjesa më e rëndë sipas raportit. Mijëra shqiptar po humbin jetën para kohe për shkak të barrës së sëmundjeve dhe problemeve të lidhura me financimin e pamjaftueshëm të shëndetësisë. Dhe kjo në mënyrë indirekte, por edhe në mënyrë të drejtë për drejtë është vrasje shtetërore. Mos u krijosh mundësi njerëzve të kurohen, edhe ndërkohë t'japësh miliona euro koncesione në shëndetësi për klient privat të qeveritarëve, kjo është vrasje dhe vrasje me paramendim. Pra, këtu do të jemi të qartë për këtë gjë, për këto definicione. Nuk do të thotë se çdo vdekje për shembull është rezultati i drejtë për drejtë i buxhetit shëndetësisë. Pra, nuk do i përgjithësojmë. Asnjëherë nuk ka përgjithësi. Nuk po themi njëri që vdes në mënyrë natyrale ose njëri që ka smundje të pakurueshme, bëj çfarë dush aty, ti çoje ku dush, investo sa dush shëndetësia, ai nuk do shërohet sepse ashtu është smundja. Por raporti argumenton se investimet e pamjaftueshme në parandalim, diagnostikim, trajtim dhe barna ndikojnë në barrën e sëmundjeve dhe në rezultatet shëndetësore të popullsisë. Dhe kjo është ajo që e bën çështjen kaq serioze, sepse një buxhet mund të matet me euro, një projekt mund të matet me metra katror, një rrugë mund të matet me kilometra, se i kanë qef rrugët e aeroportet këta, por sa matet një jetë? Jemi atje ku bërëm hyrjen e videos. Ndoshta nuk do të ketë kur një definicion të saktë se sa kushton një jetë njerëzore. Sa matet një jetë njerëzore. Si llogaritet kostoja e një prindi që nuk është më në shtëpi. Qose vdes shtylla e shtëpisë, vdes babai. Edhe le fëmijët jetima, le prindrit rrugëve, gruan e kujton gjitha mëra. Si llogaritet një familje që detyrohet ndryshojë të gjithë jetën e saj për shkak të një lloji sëmundjeve. Pra smuret shtylla e shtëpisë, mbetet shtëpia pa rrogë, ose smuren të dy burrë e gru, ku diun, si llogaritet, ku futet kjo shtëpi, kjo familje ku futet. Sa familje janë kështu në Shqipëri. Sa njihni ju, edhe ju që po më dëgjoni. Këto janë fatura reale. Pikërisht për këtë arsye, debati për financimin e shëndetësisë nuk duhet të jetë vetëm debat për para, është debat për jetë. Edhe vim te paradoksi shqiptar që thot raporti, ke pjesa e kësaj. Paradoksi kjo është, pra s'kemi lekë dhe japim 500 milion euro koncesione kot më kot. Nga një anë, ekspertët thonë se Shqipëria duhet të rrisë ndjeshëm financimin për shëndetësi, nga ana tjetër, sipas parashikimeve në programet buxhetore afatmesme të cituara në raport, pesha e shpenzimeve publike për shëndetësinë ndaj prodhimit të brendshëm bruto po pritet të ulet. Pra ata parashikojnë, qeveria e Edi Ramës, kabineti e Edi Ramës, pra ekzekutivi dhe parlamenti e Edi Ramës, parashikojnë që investimet në shëndetësi t'i ulin. Pra, ndërsa njëra thot duhet të investoni më shumë, politika buxhetore sipas raportit shkon në drejtimin e kundër. Duhet t'i ulim. Dhe kjo ngre një pyetje të fortë, nëse shëndetësia është investim,
pse po trajtohet si shpenzim që mund të shkurtohet. Vidh miliarda euro me rrugët, vidh miliarda euro ku do ku mundin, çdo gjë që prekin me dorë këta vjedhin miliarda euro dhe thotë do kursejmë, edhe nuk do financojmë shëndetësinë, apo do kursejmë nuk do financojmë arsimin, do ta marrë dhe arsimin një ditë tjetër, kështu siç mora këtë shëndetësi sot. Se gjoja Shqipëria ka nevoja më të mëdha. Popullsia po plaket. Pse po plaket popullsia? Popullsia po plaket sepse moshën vitale të kësaj shoqërie ky e ka përzon. E ka përzon jashtë shtetit dhe këtu kanë ngel vetëm pleqt. Emigracioni ka ndryshuar strukturën demografike, smundjet kronike më janë një barë e madhe dhe qytetarët shqiptarë kërkojnë gjithnjë më shumë shërbime moderne. Pra na ikin shqiptarët. Të gjithë ne kërkojmë të ikim jashtë për çfarë? Për shërbim shëndetësor më të mirë, për arsim edhe për siguri. Asnjëra nga këto nuk e kemi këtu. Prioritetet, çfarë quajnë prioritet? Sa shkojnë për shëndetësinë, sa për infrastrukturën, projektet më dha, për administratën, ky pjesën më të madhe të buxhetit shtetit e harxhon për rroga. E ka marrë administratën publike 70.000, 80.000 sa e morin kohët Berishës, ndoshta edhe 90.000, se dhe ata e patën fryrë shumë administratën publike, por e ka çu rreth 200.000. E ka dyfishu edhe e ka kapërcy dhe dyfishimin e administratës publike. Ky që thoshte nuk ka punë shtet, mos kërkoni punë shtet, e mani me kur ka ardhur punë shtet në fillim. Që thoshte si kërkoni punë shtet ju, pse i ka fut gjithë në shtet? Për t'ju vjedhë votën, për t'ju bë presion, për një antar familje të punësuar merr 4 vota, 5, 15, 100 në përfise, në për gjitha me radhë, i futi gjithë njerëzit në punë, ky që bërtiste, shteti nuk është për punë, punë është privati. Kështu bënte propagandën në fillim e majme shumë mirë këtë, pavarësisht se shumica e shqiptarëve nuk mbajnë mend edhe favori që kanë njerëz të korruptuar, plaçshkitës, demagog, si puna e Edi Ramës dhe qeverisë ti, është se shoqëria jonë nuk mamen. Në fund kësaj historie mbetet një pyetje, çfarë është më e shtrenjtë? Të financosh shëndetësinë sot apo të paguash nesër për pasojat e mos financimit? Nëse një sëmundje zbulohet vonë, kush e paguan? Nëse një qytetar humbet aftësinë për të punuar, kush e paguan? Nëse një familje shpenzon kursimet për një trajtim, kush e paguan? Nëse një pacient humbet jetën para kohe, kush e paguan? Dhe nëse një ekonomi humbet 100 milion euro në produktivitet, kush i paguan këto? Në fund, paguan shoqëria, paguajmë të gjithë ne. Paguan familja, paguan gjithë shoqëria. Pra, si përfundim, shëndetësia nuk është luks, nuk është dekor, nuk është nga ato rrugët që i inauguron ky me Daulle me Belinda Ballukun, nuk është një zë në buxhet, është një nga investimet më të rëndësishme që mund të bëjë një shtet. Por që shteti i Edi Ramës nuk e ka bërë kurrë dhe ka në plan t'i ul akoma më shumë edhe investimet në të ardhmen në sektorin e shëndetësisë. Raporti i ekspertëve për llogaritë të Dhomës Amerikane të Tregtisë jep një tablo që duhet hap një debat serioz në Shqipëri. 330 euro për frymë në shëndetësi publike, rreth 2.9% PBB-s, prodhimin brendshëm brut. Një objektiv prej 4% deri në vitin 2013, rreth 457 milion euro. Pra këta kanë thënë minimumin e mundshëm, që të shkojmë të paktën në nivelin e Kosovës, të Maqedonisë edhe të Malit Si, pa e llogaritë Serbinë, se Serbia me neve është shumë larg. Kur flasim për shëndetësi, nuk flasim vetëm për euro, flasim për njerëz, prindër, fëmijë, moshuar, punonjës, për familje dhe për të ardhmen e një vendi. Një shtet mund të ndërtojë një rrugë edhe një vit më vonë. Nuk e gjeti gjë fiks se u ndërtu një rrugë një vit më vonë, por për një vit mund të ikin 10 njerëz të vdesin për shkak të mos funksionimit të shëndetësisë. A mendon kush unë jam i vetëdijshëm, nuk i shko me një akujt në shëndetësi, shifni kë ka përdor ky si ministra shëndetësie, Ilir Beqaj, e majti një 2 vjet në burg e nxori, nuk e hetoi fare për koncesionet që i dha Vilma Nushit dhe Klodalla Ibeut dhe këtyre të tjerëve.
Vidh ke rrugët, vidh ke shëndetësia, vidh ke arsimi, e ropën, e plaçkitën, dhe për njerëzit që na dëgjojnë, veçanërisht për trushplarët edhe për ignorantët që mendojnë se unë këtu po bëj politikën në një partije që s'mintereson fare, nëse është e korruptuar PD-ja, nëse ka qenë e korruptuar kur ka qenë pushtet, është njëjtë edhe barabart me këta, nëse këto le ta zbulojnë, le ta hetojnë se i kanë vetë mekanizmat në dorë gjithë, por kjo është një çështje që korrupsioni me fakte i studiuar nga dhoma amerikane e tregtisë thotë se po na vrasin. Duke na vjedh edhe po na vrasin. Kujt i pëlqeu video le ta shpërndajnë. Ke shokët, ke miqt edhe këto mos i harroni subscribe edhe ose abonohu për juve që jeni mosha të vjetra.